E kishte me regji, kuptimi për sa kohë kjo drejtësia drejtoi vetëm ndaj opozitës, ishte investimi më i madh i Partisë Socialiste, ishte heronjtë e fëmijëve tanë, kemi dëgjuar kështu fjalime nga më të ndryshme. Mirë, po në politikë janë të rëndësishme veprimet, jo fjalimet. Dhe neve duhet të konsiderojmë një diçka. Nëse ne kemi politikanë që i konsiderojnë njerëzit të nënës dhe të njerëkës, neve nuk mund ta kemi këtë. Pra nuk mund ndodhi kjo që kur drejtësia godet njërën palë, kjo drejtësia është perfekte, është hynore, është investime më i mirë. Dhe pastaj kur godet këta, për ato që kanë bërë, sepse kanë vërtetuar ata me fakte tashmë, atëherë qënë ka një drejtësi që don të kapi sistemin e me radhë. Dhe për të kuptuar panikun e Edi Ramës, shihni veprimet që ai ka bërë. Pra, u kërkua fillimisht pezullimi Sonjës Balluku nga pozicioni kryeministit dhe vëndës kryeminist. I ministrit dhe vëndës kryeministit. Ishte thjesht pezullim, dhe ai doli nuk do të bëjmë, nuk e ham neve këtë presionin për pezullim. Jo vetëm e pezulloj, po e shkarkoj. Se Edi Rama nuk e pezulloj, e shkarkoj Belinda Balluku. Së bashku me 6-7 ministra tjerë. Tashti kjo quhet që e ham presionin apo nuk e ham presionin? Se pezullimi një ministri ishte kërkuar. Kjo hoqi 7, i shkarkoj, as i pezulloj. Më pas, në përshkallëzim i erdhi kërkesa për heqjen e imunitetit. Në këto moment, kuptoj se ku po shkon dhe tani po tenton të ndroj kodin penal. Dakor? Mbas 13 vitesh qeveri, kodin penal, sepse për ndryshe na vjen prokuroria edhe na heq. Kjo është, tashti kujdes, nëse kjo do ishte ideologji, do ishte një mision politik, një vizion politik i një lideri, këto do ta kishte bërë sapo të hynte në fuqi, po themi vitin e parë, dytë, ja tretin të legjislaturës së tij. Në vitin e 13, nuk e bën më se ky është një vizion dhe tashti zbuloj se kush qen ka e vërteta. E bën vetëm për të mbrojtur veten e vet. Një mburojë vockël është kjo, nuk është një mburojë e madhe. Po timi të qartë që e bën vetëm për veten e vet. Se i shkarkoi ata pa problem. Se kryeministri të shkarkon, mund të jesh ministër, po të shkarkon kryeministri. Vetëm ai nuk është i shkarkuar. Kjo është ajo se çfarë po ndodh nga njëra anë. Elementi i dytë, ndjes se po ashtu filloi të ndikoj nga ky drejtim dhe doli kryetari i gjykatës lartë dhe doli kjo biseda që tashti masat nuk janë proporcionale, duhet i kemi masat proporcionale, duhet i kemi masat me standarde europian. Sot, po gjithë ato burgosurit që ka pasur, burg, kush e thonte këtë? Që numrat e paraburgimit janë shtuar shumë. Po burg, nuk e thonte Edi Rama këtë? Fustenburg për energji elektrike, Fustenburg se ndërtoi një mur avllije diku në fshat, Fustenburg se veshe 4 teneqe bashkë, bëshe i kotec puers Fustenburg. Tashti, a ishte vetëm para 2-3 muajsh më parë që po të parkosh radhë dyshe të Futenburg? A është po i njëjti Edi Rama, i njëjti kryeministër, i njëjti parlament? Tani jo, pse? Se tashti bëhet llaf për funksionarët e lartë, pra bëhet llaf për atë dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Pra, të kuptojmë një diçka, ai qeveris vetëm për veten e vet.